do me thënie ka? Po, sigurisht që ky muaj i Ramazanit është një muaj veçantë që është veçuar nga muajt tjerë hënor dhe patjetër se është muaj në të cilin ka filluar dhe zbritja e Kur'anit. Është një muaj që Allahu i Madhruar e ka dalluar nga muajt tjerë në veçanti për shkak të agjërimit këtij muaji. Edhe pse historiku i agjërimit është shumë i vjetër që nga njeriu i parë Ademi a.s. e deri tek profeti i fundit Muhamedi a.s. të gjithë pejgamberët thuajse kanë agjëruar në mënyra të ndryshme dhe në mënyra të periudhave të tyre që Zoti i Madhërisht ja u ka obligu. Ramazani ka një domethënie të rëndësishme për jetën e njeriut në përgjithësi, sepse është, siç thatë ju, një ushqim shpirtëror, një pastrim shpirtëror, një pastrim fizik dhe pastrim material. Është multidimensional, sepse Allahu i Madhruar për mes këtij agjërimi ka dëshiruar që njeriu të përmirësohet edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin fizik, po edhe në atë material, po qëllimi kryesor i këtij muaji të Ramazanit është devotshmëria e njeriut. Është ngritja e tij, e vetdijes së tij, e përgatitjes së tij shpirtërore, e zbatimit të një obligimi që ja ka obliguar Allahu i Madhruar, sepse ky është obligim nga Zoti dhe si të tillë ne e praktikojmë agjërimin. Po mos ishte muaji Ramazanit, në cilin Allahu i Madhruar e ka konfirmuar në Kur'an dhe ka thënë muaji Ramazanit është ai muaj në të cilin ka zbritur Kur'ani, është udhëzim për njerëzit dhe gjithashtu për ata të cilët e dojnë ta ngrisin devotshmërinë e tyre dhe dallues i të mirës dhe të keqes. Kur të themi dallues i të mirës dhe të keqes, na lën të kuptojmë shumë sepse ka zbritur Kur'ani në të dhe Kur'ani përmban gjitha ato dispozita njerëzore që besimtari duhet t'i praktikoj gjatë jetës së kësaj bote. Gjitha dispozitat pra dhe fillimi i zbritjes së këtij libri ka filluar në muajin e Ramazanit. Dhe ne këtij muaji qasemi pak më shumë, jo vetëm për të pastruar veten tonë nga mëkatet, jo vetëm për të arritë diçka shëndetësore në jetën tonë në këtë botë, jo vetëm për të qenë më solidar me njerëzit, por për të arritë edhe kënaqësinë e Allahut Madhruar, edhe zbatimin që ne po e bëjmë si obligueshëm